Sa herë që vin festat, un kam ja dy kushërorat e mia që jemi në një moshë, ne i takojmë një brezi të viteve 60-64, unë, dhe atëre festa kishte një tjetër kuptim. Më kujtohet që përpara se të fillonim festën, mamat tona na detyronin që të lanim, të pastronim dhe thonim çaj ka hypur këtyre, tundnim, shkundnim gjithçka. Në fakt tani që e lexoj dhe që e shoh në rrafshin psikologjik dhe emocional, po edhe në rrafshin e kimisë dhe të energjisë, kuptoj që viti nga viti duhet të pastrosh të gjitha ato gjërat që janë krijuar si mbeturina, jo mbeturina në kuptimin e mbeturinës si kemi, po si gjëra të vjetra, si gjëra jo të mira, për t'i hequr në mënyrë që viti i ri të gjej me dritë. Dhe më kujtohet atjere, lanim, pastronim, tundnim tapetet, dhe tani bëhet e njëjta gjë, sepse njerëzit kanë dëshirë që atmosfera e fundvitit të jetë e gëzuar. Më kujtohet atëherë që do bëheshin petët e baklavas edhe të byrekut dhe shtroi shtëpia me gjithë çarçafët e bardhë kudo që ndodheshin, që të hidheshin petët të thaheshin dhe pastaj të vendose kur bëhej ai byreku me qumësht, që është tradicionali dhe që futej leku dhe që do gjej kush e kishte rënë lekut dhe duhet ta haje byrekut mundësisht të gjithë për të gjetur kush ishte leku dhe pastaj baklavat me radhë dhe mbrëmjet e fund vitit ose darkët un kam qenë njeriu fatlum që i kam kaluar dhe me stërgjyshërit e mi, pra kam kapur dhe stërgjyshërit. Isha, si të thuash, mamaja ime është mbesa e parë që i bëri prindrit e saj gjyshër dhe gjyshen e saj stërgjyshe. Dhe kemi pas një shtëpi, kemi patur diku aty ke pazar, ku shkon për ke treni, kanë qenë ato shtëpit italiane dhe daja isi me mëje kishte aty shtëpin dhe unë mund të them pa frikë që ne atje mblidheshim në vitet e reja rreth 42-43 veta. 42-43 veta kishin një tavolinë shumë të madhe se ishin ndërtime të mëdha italiane dhe aty ndaheshin më të riturit kishin një tavolinë kryesore, pastaj më të rinjt kishin një tavolinë tjetër dhe ne fëmijët mblidheshim në një tavolinë tjetër, po unë nuk di të them çfarë gëzimi ishte. Gëzimi kur bënim byrekun, se fusim dhe në duart, bëheshin me miell, bëhej shtëpia komplet lëmsh, pastaj kur piqeshin gështenjat, pastaj kur piqeshin ftojnë, se ftoi piqej në furr dhe shërbehej më pas, kur zihej vera e kuqe zihej dhe hidhej edhe pak kanell, hidhej edhe sheqer dhe ishte pija e pragut të Krishtlindjeve dhe quhej verë ngrohtë.